Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Zgjimi gjatë natës për të urinuar tek të moshuarit tregon këtë sëmundje. Si ta trajtoni këtë siklet? Shpeshherë, sidomos te burrat, ndodh që nuk mbahet urina, urinojnë në ditën, gjithashtu dhe natën. Kjo ndodh te ata persona që fshikza e urinës është e zmadhuar. Për këtë, përdoren disa bime popullore për të normalizuar urinën nëse gjendja juaj nuk është për shkak të ndonjë sëmundje. Efekti i këtyre bimeve është zvogëlimi i urinës dhe problemeve që lidhen me të. Në ndihmë mund t'ju vijë hithra dhe sherebela. Gjithashtu ajo mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për të lehtësuar komplikacionet dhe gjithashtu për të sjellë rezultate më të mira në lehtësimin e këtij shqetësimi. Urinimi shpesht është zakonisht një shenjë se keni pirë shumë lëngje, por nëse mendoni se nuk po merrni mjaftueshëm lëngje për të urinuar aq shpesh, mund të nënkuptojë gjithashtu se keni një problem të caktuar shëndetësor. Shumica e njerëzve kanë rreth 5 deri në 7 herë më shumë nevojë për të urinuar, por nëse jeni duke shkuar më shumë se 7 herë brenda 24 orëve dhe nuk keni pirë më shumë se 2 litra ujë, shikoni disa nga këto shkaqe dhe konsultohuni me mjekun tuaj për ndonjë shkak dhe problem të mundshëm. Disa nga shkaqet mund t'i përfshijnë veshkat, fshikjen e urinës, prostatën dhe diabetin. Megjithatë, ka dhe arsye të tjera më pak të njohura pse duhet të urinoni më shpesh. Të tilla mund të jenë infeksione të traktit urinar, uretri, shtatzania, probleme të sëmundjeve të ndryshme, masa në zonën e pelvisit dhe probleme të fshikjes, lloje të inflamacioneve të mureve të fshikjes, gurët në traktin urinar e të tjera. Një tjetër arsye mund të jenë disa medikamente që merrni si diuretikët, terapitë të caktuara, infeksionet dhe problemet neurologjike. Simptomat që tregojnë se duhet të shkoni te mjeku janë edhe ato më të mëdha dhe gjithashtu nuk duhet të neglizhohen. Në varësi të shkakut, persona që kanë probleme me urinimin e shpeshtë mund të kenë edhe simptoma të tjera si dhimbje stomaku, mosmbajtje urinare, nokturi dhe urinimi i shpeshtë gjatë natës dhe dhimbje gjatë urinimit. Prandaj, një konsult me mjekun tuaj përkatës në çdo shqetësim është e mirë edhe për të evituar çdo komplikacion të mundshëm në të ardhmen. Urinimi i shpeshtë është një problem që prek të gjitha moshat, nga të vegjëlit deri te të rriturit. Urinimi i shpeshtë zakonisht shkaktohet nga sëmundje që prekin traktin urinar. Trakti urinar përfshin veshkat, uretrën, pra tubat që lidhin veshkat me fshikjen dhe kanalet përmes të cilës urina zgjedh të delë jashtë. Ja disa nga faktorët më të shpeshtë që ndikojnë në urinimin e shpeshtë sipas helthit të saj. Infeksionet, ndryshimet në muskuj, nerva ose inde të tjera që ndikojnë në funksionin e fshikjes, trajtime të ndryshme kundër problemeve dhe ilaçe që rrisin prodhimin e urinës. Në varësi të asaj që po ju shkakton urinimin e shpeshtë, ju mund të përjetoni edhe probleme të tjera si dhimbje ose pare ati gjatë urinimit, vështirësi në urinim, humbje e kontrollit të fshikjes urinare, gjyre pazakonte e urinës. Ja disa nga probleme specifike dhe shkaqet e tjera që çojnë në urinimin e shpeshtë sipas helthit të saj. Prolapsia anteriore, çrregullime të ankthit, hiperplazia benigne e prostatës, gurët në veshka, ndryshime në funksionin e veshkave, diabeti, përdorimi i diuretikëve, konsumi i tepërt i lëngjeve, cistet, infeksionet të veshkave, fshiksa urkative, shtatzania dhe prostata, trajtimi i rrezatimit që prek legenin ose pjesët të poshtme të barkut si ngushtimi i uretrës, inkoshiencia urinare, infeksionet të traktit urinar mund të jenë gjithashtu shkaktare të këtyre shqetësimeve. Prandaj, nëse i përjetoni ato në mënyrë të rregullt, konsulta me mjekun do të ishte çështja më e mirë që duhet të ndërmerrni me shëndetin tuaj. Në rastin kur nevoja për të urinuar ju nxjerr gjumin gjatë natës, duhet të trajtohet me patjetër, pasi nuk është një shenjë që duhet të injorohet. Madje edhe ngjyra e urinës suaj do të thotë shumë për shëndetin. Rreth 1/3 të rritur mbi moshën 30 vjeçare thotë se duhet të ngrihet në mes të natës për të urinuar dhe kjo rritet në 2/3 të rriturve mbi moshën 65 vjeçare. Gjendja quhet nokturia dhe ata që vuajnë nga kjo shpesh do të duhet të përdorin tualetin më shumë se një herë në natë. Nuk është vetëm shqetësimi se duhet të çoheni nga shtrati. Gjumi ndërprerje është i lidhur me një rrezik në rritje të diabetit, gjithashtu edhe sistemeve të dobësuara të imunitetit, sëmundjeve të zemrës, madje dhe problemeve të rënda. Ajo gjithashtu mund të shkaktohet nga probleme të shëndetit mendor, të tilla si ankthi, depresioni dhe psikoza. Profesori urologjisë Philip van Kerenbrug
po i paralajmëron njerëzit që të shkojnë në përshenjat e nukturisë për hir të shëndetit të tyre. Ai citon: "Njerëzit mendojnë se ngritja gjatë natës për të shkuar në tualet është vetëm pjesë e rritjes, por nuk duhet të jetë kështu. Gjumi i dobët mund të dëmtojë seriozisht shëndetin tuaj, kështu që njerëzit që po ngrihen disa herë natën duhet të shkojnë te mjeku i tyre për të parë çfarë po e shkakton këtë. Lajmi i mirë është se nukturia mund të trajtohet, kështu që ju nuk keni nevojë të vuani në heshtje. Një gjumë natë e ndërprerë mund të ketë ndikime të gjëra në shëndetin e fshikëzës dhe atë mendor. Produktiviteti, marrëdhëniet dhe suksesi i karrierës mund të ndikojnë." Profesor Kere Brëk, redaktori i Qendrës Kërkimore për Nukturin, tha se mungesa e gjumit mund të ndikojë në të gjitha funksionet dhe shëndetin mendor, duke bërë shumë më të vështirë të përqendrohesh, të kujtosh gjëra dhe të marrësh aftësi ose fakte të reja. Jo vetëm që mungesa e gjumit mund të shkaktojë sëmundje, urinimi gjatë natës mund të jetë gjithashtu një shenjë e tyre. Nokturia mund të shkaktohet nga një mbritprodhim i urinës që mund të jetë simptom për kushte më serioze. Urinimi i tepërt i quajtur poliuria është gjithashtu edhe një shkarkim më shumë se 2.5 litra lëng në ditë. Kjo mund të ndodhë edhe pse jeni duke pirë sasi të tepërt të lëngjeve ose mund të jetë simptome diçkaje më serioze, si diabeti tipi 2. Ajo gjithashtu mund të jetë shenjë e infeksioneve të fshikëzës, gurve në veshka, tëmtimeve të veshkave, prostatës së zgjeruar tek meshkujt. Një person që ka diabetin e tipi 2 ka shumë sheqer në gjakun e vet. Veshkat reagojnë ndaj kësaj duke nxjerrë atë nga gjaku dhe në urinë, gjë që rezulton në nevojë për të urinuar më shpesh. Në mënyrë të ngjashme, nëse keni probleme me veshkat tuaja siç janë gurët, atëherë ju do të urinoni më shpesh dhe problemi mund të ndryshojë në mënyrën e funksionit të veshkave. Nëse mendoni se urinoni më shumë se ç'është normalja dhe filloni të vuani nga dhimbjet e shpinës, humbja e peshës, djersitja e natës, dobësia e këmbëve dhe ethet, ju duhet të takoheni me mjekun tuaj sa më shpejt që të jetë mundur. Pasi do të eliminoni çdo dyshim të mundshëm dhe çdo problematik do ta parandaloni. Është e rëndësishme që të mos e neglizhoni çështjen tuaj, pasi me kalimin e viteve mund të kthehej në një problem vërtet të rëndë të shëndetit. Inkoscienca urinare ose ndryshe pa aftësia e vezikës për të kontrolluar mbajtjen e urinës është një problem shqetësues dhe mjaft i shpesh që haset si te femrat, ashtu edhe tek meshkujt. Gjithashtu është e rëndësishme që të kryeni edhe analizat e duhura dhe të vizitoni sa më shpesh mjekun përkatës për të evituar çdo problematik të mundshme. Një infeksion i traktit urinar sjell edhe dhimbje. Zakonisht shkaktohet nga bakteria Escherichia coli që normalisht jeton në zorën e trash dhe gratë kanë në tendencën të marrin infeksione më shpesh për shkak edhe të anatomisë të tyre. Pra, si mund të zvogëloni nëse keni një infeksion të fshikëzës para se të bëhet më i rëndë? Nëse ju shfaqet ndonjë nga këto simptoma, keni një shans më të fortë për të pasur një infeksion. Dhimbje gjatë urinimit. Përjetoni dhimbje dhe ndjesi të mprehta ndërsa urinoni. Ju jeni duke vuajtur nga djegja. Sipas doktor Thomas Miguel, djegja është e pranishme të paktën her pas here në rreth 3% të rriturve më të vjetër se 40 vjeç dhe është veçanërisht e zakonshme te gratë. Është një shenjë treguese klasike që mund të keni ciste ose infeksione të uretrës. Urinimi i shpeshtë. Nëse shkoni në tualet më shumë se 8 herë në ditë ose zgjoheni natën pa pritur për të urinuar, duhet të shkoni tek mjeku. Urinimi i shpeshtë mund të jetë një tregues i kisteve që shkakton inflamacione të shtresave të muskujve të fshikëzës dhe dhimbjeve të zonës legenit. Me këtë gjendje, ju do të ndjeni nevojën e shpeshtë për të urinuar, edhe nëse prodhoni vetëm një sasi të vogël urinare. Urinimi urgjent. Kjo është kur ju ndjeni nevojë urgjente për të urinuar menjëherë. Duke shkuar krah për krah me urinimin e shpeshtë, urgjenca urinare gjithashtu mund të jetë një shenjë e cisteve, prandaj ajo mund të shoqërohet me dhimbje dhe sikletën në fshikëzë ose në traktin urinar. Prandaj shkoni menjëherë tek mjeku. Dhimbje të shpinës ose të barkut, gjak në urinë, urina me erë të fortë, urinimi turbullt ose errët, janë shenja që tregojnë në probleme me fshikëzën urinare dhe me probleme në urinimit. Prandaj shkoni tek mjeku sa më shpejt që të jetë mundur për të trajtuar problemin tuaj dhe për t'i ardhur në ndihmë kështu edhe shëndetin në tërësi. Ndjekja e këtyre kushteve do të jetë një mundësi shumë e mirë për të përmirësuar gjendjen tuaj dhe për të evituar kështu çdo komplikacion të mundshëm, citojnë ekspertët e Healthline. Është e rëndësishme të mos neglizhoni asnjëherë shenjat dhe të konsultoheni me mjekun sapo të vini re ndryshimet e para. Mos i neglizhoni problemet, pasi sa më shumë t'i lini mbasdore, aq më të vështirë do t'i keni gjithashtu edhe trajtimet e tyre.
Prandaj, sipas ekspertëve, The Healthline konsulta me mjekun përkatës her pas here dhe ndjekja e trajtimeve të ndryshme në kushte shtëpie do ju sigurojë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të imunitetit edhe në parandalimin e këtyre shqetësimeve. Gjithashtu mbani një higjenë sa më të mirë për të evituar kështu edhe problemet që mund të ndodhin shëndetit tuaj nga mosmbajtja e madhe e higjienës, pasi mund të ndikojë drejt për së drejti edhe në aftësinë tuaj të shëndetit. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like, dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.